Hej miq, sot kam vendosur t'ju tregoj një histori në librarinë leximtare. Një zonjë po përpiqet t'ia mbushte mendjen të birit për të marrë një libër dhe i biri nuk donte libra. Kur e pash se zonja po dështonte, ndërhyra krejt patak. I thash, po, unë do t'i jap dhuratë një libër dhe zgjova Nikolasin e vogël. I thash, kjo është i dhuratë nga leximtari për ty. E oma dhe i biri më pan pak sa vërëndur, por e pranuan dhuratën. Dhe për çudi, pas 3 ditësh, i biri kishte marrë kjo në përdore dhe erdhi dhe më tha, Nikolasi i vogël më pëlqeu shumë. Po menduar më gjatë i thash që Nikolasi ka edhe 5 libra të tjerë të cilët mund bëhen pjesë e leximeve tuaja. Dhe po reflektoja se pse djalit i kishte pëlqyer libri. Sigurisht dhe pse çdo fëmijë do ta lexojë Nikolasi. Sepse gjëja e parë është se duke lexuar këtë libër, çdo fëmijë kupton që ne të rriturit gabojmë, prindërit gabojmë, mësuesit gabojnë. Të gjithë ne mund të gabojmë dhe fëmijët këtë e mësojnë në mënyrë më të natyrshme duke lexuar këtë libër. Pikërisht për këtë arsye, të gjithë kalamajt të klasës parë, të dytë, klasë 3 dhe klasë 4 e rekomandoj padroj menjëherë librin Nikolasi i vogël, të cilin e gjeni tek librari leximtare këtu në Tirana Ring Center, por mund ta porosisni online tek leximtari.al.